Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryetaria e Partisë Demokratike në Shkodër, Eliona Shkreli, ka denoncuar si farsë politike përplasjen mes Partisë Socialiste dhe Partisë Social-Demokrate gjatë fushatës elektorale. Shkreli ka shoqëruar reagimin me një video të antarës së Partisë Social-Demokrate në Këshillin Bashkiak Rezarta Pode, si dhe kryetarit të Partisë Social-Demokrate Tom Doshi, për të treguar se ndarja mes dy forcave ishte një lojë për të mashtruar qytetarët. Partia Social-Demokrate ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë në mbështetje të Partisë Socialiste. Edhe pse në fushatën e 11 majit të 2025, Partia Social-Demokrate garoi e vetme me siglen e saj në zgjedhje, vazhdimësia do të jetë e përbashkët. Theksojmë se çdo projekt vendim i mirë, qoftë për Shkodrën, qoftë për vendin tonë, do jetë në mbështetje të Partisë Socialiste dhe vendimeve apo aktiviteteve pozitive që do merren për vendin tonë. Gjithashtu edhe në zgjedhjet vendore të 2027 që së shpejti do vinë, ne do jemi në mbështetje të Partisë Socialiste, i cili ishte ankullë të kryeministrit si Këshilli Bashkiak nuk i kishte kalu plazhet, hapësinat publike, po ja kompania është e gruz vetë, dhe ja ka vu emrin Bio Strajca. Të shemrapën ju me i thirë Benet Strajca. Benet Strajca ke vjell boll, nuk të beson ma Shkodra. Nuk nikon ma presioni jot kundër votuzve Partisë Social-Demokrate. Edhe socialistat janë ba me mu. Sepse vetë lista që keni hartu, lista myllën, nuk përfaqëson socialistat në Shkodër.